Dhe shkojmë tashmë tek një lajm jo fort i mirë, të flasim për ebolën, e cila në fakt është shpallur emergjencë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, pasi ka pasur një shpërthim në Republikën Demokratike të Kongos dhe në Ugandë. Sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë konfirmuar 8 raste laboratorike, ndërsa të paktën 80 persona dyshohet se kanë humbur jetën si pasojë e virusit vdekjeprurës. Autoritetet shëndetësore ndërkombëtare kanë ngritur alarmin për rrezikun e përhapjes së mëtejshme në rajon, ndërsa ekipet mjekësore po punojnë për identifikimin e rasteve të reja dhe izolimin e kontakteve të infektuara. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka theksuar se situata kërkon reagim të menjëhershëm ndërkombëtar, pasi lëvizja ndërkufitare mes dy vendeve mund të rrisë ndjeshëm rrezikun e transmetimit. Ndërkohë, qeveritë lokale kanë forcuar kontrollet shëndetësore dhe masat e sigurisë në zonat më të prekura. Ebola konsiderohet një nga viruset më të rrezikshëm në botë, me shkallë të lartë vdekshmërie dhe simptoma të rënda hemorragjike. Nuk ka ende një arsye për të shqetësuar, sepse duket sikur e kemi thënë dhe herë të tjera këtë, po patjetër pas pandemisë, pjesa më e madhe jona i përjeton shumë keq të gjitha lajmet që lidhen me një virus, me një sëmundje e cila mund të transmetohet. Deri tani, patjetër ka një kontroll mbi këtë. A është e drejtë që të bëhet një thirrje globale për alarm? Patjetër që po, përsa ko ne jemi tashmë qytetarë të botës dhe udhëtojmë kudo nga një kontinent në tjetrin në kërkim të kulturave të reja, sepse përveç se pandemia na bëri të kemi këtë frikën e përhershme dhe këtë panikun e përhershëm sa po dëgjojmë një lajm të ri, na tregoi edhe se jeta në fakt bëhet përmes eksperiencave, duke udhëtuar, duke njohur vende të reja, e duke shijuar çdo moment. Mirë, kemi përfunduar kështu me viralin për mëngjesjen e sotëm.